Dhe se besimtari asnjëherë dhe asesi nuk guxon të bie në depresion e të i nënshtrohet errësirës dhe të keqës ku ai jeton. Duhet të jeton një dimension vendor dhe kohor ndryshe nga ajo që njerëzit e shohin, dhe pikërisht këto mesazhe hynare nga i xhretik që Muhamedi s.a.s. nga Mekka ja doli vet fsheu razi e i përndjeku në u kthy si mbret dhe si lider dhe udhëheqës. Musa a.s. nga gjitha ajo ushtri që dëboheshte, Allahu i madh për hatër të shpresës që ai kishte në Allahun azza wa jalla dhe bindjen e fortë, tha Zoti i madh: "Wa idh farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Tha Zoti i madh, na parasyve tuaja e ndajtëm detin dy pjesë dhe fundosëm edhe faraonin me gjithë ushtrinë e tij, dhe ju këtë çka ndodhi e pat me sytë juaja. Wa antum tanzurun. Shkaku i shpresës dhe bindjes së fortë kur tha Musa a.s. me Muhamedi s.a.s. "Kenna inna ma'iya rabbi sayahdin." Tha ja. Shpresën se humbi, se Allahu është me mu. Ai do të më shpëton dhe ka me muzu ka rruga e vërdet. Ty që ke ra në depresion si pasojë e gjunajve të shumta, mos haro se me ty është Zoti jot përderisa ti ke iman. Kjo shpresë je shpresë dhe i myt ati që është provu me fukarallëk, se pas fukarallëkut vijon pasuria, se pas rrezikut vijon siguria dhe rahatia, se pas sëmundjes vijon dhe vjen shëndeti, dhe pas vdekjes vijon dhe vjen jeta e berzahut që është bafshë e xhenetit për imanin dhe për besimtarin. Pas zullumit që ta bën dikush vjen ndihma Allahut azza wa jall, si që erdhi ndihma Allahut Muhamedit s.a.s. pas zullumit që ja bën me kelit në Mekë. Mos u dorëzo, edhe në qoftë se ai zullum dhe zullumqar është shtet e pushtet e ushtri e madhe, nuk ka mundësi që ti përballon ushtrive të Allahut azza wa jall, se me ty është Allahu azza wa jall i cili ka me të udhëzu ka e mira dhe mbara. Me ty është Allahu azza wa jall i cili ty ka me të ndihmu e ka me të nxjerrë në selamet e prej errësirës në dritë. Nuk guxon të dorëzohet as si sëmuri e as si varfuri. Vallahi kur bisedojmë me njerëz që Allahu ju ka dhënë shumë të mira, e kur flasin se para 20 viteve si kanë qenë, ndonjëherë kthejmë edhe njerëz shikoj, a thu me të vërtet është ky person ai për cilin flet para 20 viteve, se jetën dhe vështirësinë që i ka përjetu para 20 vitesh nuk krahasohet dhe nuk mund të ndërlidhish me gjendjen e tij momentale sot që e ka. Ama bindja e fortë në Allahun azza wa jall, insistimin halal, Allahu i ka nxjerrë selamet dhe u ka dhënë gjitha të mirat e kësaj dunjoje. E kur dikush flet se si ka qenë në vdekje klinike, ti thua ka mundësi me të ma verifiku se me të vërtet ty ky qenë ky person për cilin je duke fol. Allahu me bindje me iman, me tevekul të fortë e kanë nxjerrë në selamet. Kur dikush tregon se çfarë jete të rëndë bashkërtore ka pas në fillimet e martesës dhe me sabrin dhe durimin që ka pas e bindjen e thellë në Allahun, ti thu me të vërtet ju jeni ai çift bashkërtor për cilën flitni se sot para syve tona dukeni çifti më i lumtur mbi rrezullin toksor. Pa vëllezër, shpresa e cila nuk mund të kapët në dorën e askujt, të cilën askush nuk ka mundësi me ta marrë, as me ta vjedh, e as me ta uzurpu, me kuptu se ai cili ta ka marrë një të drejtën tënde fizike, mos haro se nuk mundet me ta marrë ai shpresën. Ai cili ta ka marrë lumturinë dhe ta ka bërë një dëm momental nuk mundet me ta marrë shpresën. Ai cili ta ka bërë një zullum dhe ti mendon se ajo është shumë i fortë dhe s'ka kush e ndal, mos haro se Allahu azza wa jall në momenti kur ai ka me mendu se është mëse i fortë, çatër Allahu atë ka me mposh dhe në çmu. Sa që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu. Allahu azza wa jall thot me urtësinë e vet dhe me diturinë e tij absolute, ndonjëherë zullumçarëve ju jep
hapësirë dhe i lën të lirë me bo ata zullum. E kur Allahu ti ndëshkon, s'ka ku kështë shpëton nga ndëshkimi Rabbul Aleminit, si që lusim Zotin që Allahu ti ndëshkon ata që marrin guximin me marrë jetën e vëllezërve tonë, që për ditë ne përvlojnë zemrën me vrasje dhe me guxim të atashëm, që është rrezik për dinin dhe ardhmërinë e tyre, të mos flasim se ata janë lonë djegëse e zjarmit të xhehenemit, nëse nuk pendon dhe nuk përmirëson. Po vëllezër dashur, shpresa është ajo që na zguxojmë as kujt me adhon. Shpresa është ajo pasuria jonë e madhe që nuk guxojmë as kujt me na manipulu dhe me na humb dhe me na zhduk. Shpresa është ajo e cila jep besimtarit vullnet e lan me jetu një dimenzion tjetër vendor dhe kohor, që ai me vazhdu rrugën e tij me bindje dhe insistim në dua dhe lutje që Allahu Azza wa Jall me ndryshu gjendjen tonë. Vallahi kjo shpresë ta bën me dije se pas vështirësisë vije lehtësimi. Ligji i Zotit se pas natës ka marrë dita. Nuk mundet askush pas natës ta bjen natën, apet. S'ka mundësi, kjo nuk është në dorën e njerëzve, kjo është në dorën e Rabbul Aleminit. Ai ka vëndu këtë rregull dhe këtë standard në kosmos, që zguxojmë këtë shpresë askujt me aleju me na e marr. Shpresa është ajo që neve na e bën me dije se pas sëmundjes vije shërimi, se pas fukarallëkut vije pasuria, se pas përpjekjes vjen të poshtmja, e pas vështirësisë vjen lehtësimi. Dhe ai cili ka shpresë dhe bindje të fortë në Rabbul Aleminin, vallahi as ushtria e Firavunit se trishton, e as pushteti me kelive se trishton, e as gjitha pushtetet aktuale insane e gjinje të bëhen bashkë, nuk mundën me ja humbë dhe me ja marrë këtë shpresë. Kjo është veçoria e pejgamberëve tonë, veçoria e porosive që ato neve na i përcjellin, sekreti i suksesit tyre pikërisht në shpresën e fortë të fuqishme që kanë pas në Allahun Azza wa Jall. Mos humbni shpresën, kudo qofshit. A jeni këtu, a jeni atje, mos trini me njerëz pesimist që flasin veç të prap. Largoni atyre se u humbin shpresën, u humbin ymytin, u humbin bindjen se në mas errësirës vije drita. U humbin çdo shpresë dhe çdo ardhmëri. Largoni njerëzve pesimist dhe mendoni ka e mira dhe ka e mbara dhe këtë begati që është imanore, që i kemi në adhurat prej Rabbul Aleminit, nuk guxojmë as se si me aleju që dikush neve me na e vje. Kjo shpresë neve na e bindje se në vendin tonë ka bura të mirë dhe gjithë një ka pas dhe do të ketë dhe do të vije dita ku do të bëhet mirë e më mirë. Kjo shpresë na e bindje se edhe vëllezërve tonë në Palestinë Allahu ka mu aletsu. Na e bindje se atyre faraonëve që granatojnë dhe bombardojnë plaka dhe fëmijë, Allahu ka mu athi qafën në momenti kur ata kanë me mendu se s'ka kush i prek. Kur do të mendojnë se janë të paprekshëm, që atër Allahu ka me i fundos ata dhe ushtritë e tyre, ata dhe ata të cilët ju ndihmojnë atyre. Dhe kjo është ligji i Rabbul Alemit në biruzën në toksor, që se këmë vëndu as unë e as ti, e nuk mund të ndryshoj as unë e as gjitha ushtritë e botës. Kjo është rregull dhe standard që Allahu ka instaluar në këtë kosmos, e do të vazhdon të ekziston derisa të ekziston kjo gjithësi. O Zoti i Madh, ti neve na i ruaj dinin dhe imanin. Ti neve na bën krenar me këtë din dhe me këtë iman. O Zot, ti neve na i shto shpresat dhe na i shto bindjen në ty, o Zot, se pas tyre errësirave pasojnë drita, se pas tyre vështirësive pasojnë lehtësime, se pas ti fukarallëki pason pasuri, se pas tyre sëmundjeve pasojnë shëndet, mirësi, harmoni dhe begati për vendin ton dhe për popullin ton dhe për gjithë besimtarët kudo qofshin ata.